Një hoxh prej hoxhallarëve po tregon një ndodhi e pashët një djalë të ri në lagje duke bërë haram. Imani më thëjke me shku mi fol atina. Thot unë mendojsha a thua e pranon a se pranon. Po unë kam obligim me dhon nasihat, mu pendu te Allah se vaj ke gjuna në pikë të rrugës, midis ditës. E vendosa dhe shkova karshe dhe pi foli. Thash ke frikë Allahin o vëlla, ti e djali i ri, jeta është në dorën tënde, Allah i ta ka dhënë hedije, mi bëj ibadete. Ai tha gjys orë nuk lëviz hiç, veç ngon, hiç nuk fol. Mirë po thash, ky hoxha thot unë isha i dyshim, a ti foli apo s'ti foli? Për pendimin, për çiket tobe, për çiket çelsin e lumturisë. Thot ai gjys orë nuk fol, ai u skuq edhe veç ngojke. Një prej djemve të këqit të lagjës. Thot në momentin mas gjys orë mu duk se sa shtë ngu. E thash, o vlla, je këtu me mua jo. Tha jo, tash jam me Allahun të ngu ty. Tash jam me Allahun, jam të ngu ty. Edhe filloj me kajt. Thot merë, thot shumë interesant, shumë ftoft, a ishte zhyt në fjalët e mia. I ndrum telefonat, u gëzova, tha, po ta jap fjalën se jam t'ju kthy Allahut të madh. Po ta jap fjalën se jam t'ju kthy Allahut të madh. Mas një kohë 2-3 javë i kujtohet, hajde thash ta thirri çat djalin e ri. E thirr në telefon, thot selam aleikum, aleikum selam. Thot si ki hallë, thot elhamdulillah. Thot unë ta kam dhënë, Allahut ja kam dhënë besë, po ti je sebeb. Thot ai një zonin tëm në telefon para se me thirr, thot çish nuk e një zonin tëm, thot kur zoni jot ma ka ndryshuar thot raportin me Allahun tëm. Çish mos më njoh zonin tëm kur ti ma ke hek pengesën, perdën që unë e kam njoftu Allahun Azza wa Jall ashtu siç meriton. Thot a e bona një takim, thot po, është koha drekës, në kohë të qenijes takohemi. Në rregull, u bën koha i qenijes. Ky hoxha u kon i zënt edhe fillon në akşam namaz shkon te shtëpia vet. E lën takimin, mu taku me ta. Kur shkon dal baba i djalit. Thot bëjrëm, thot kom marrë te filani me lip. Filani thot kam pas takim në qeni e po kërkoj falje, po du mu taku me ta, thot se kam një mohabet. Thot filani nuk është këto. Thot ku është filani? Thot filani ka shku te Allahu Azza wa Jall, ka ndru jetë, e kanë varros në qeni. Min herë mas drekës ka vdek, takimin e kanë lënë në qeni. Ky është prolongu dhe është taku në akşam, por në akşam ai ka shku te Allahu. Thot po ti kush je? Thot e kam pas një takim. Thot ti kokësha ai i cili je bë shkak për udhëzimin dhe pendimin e djalit tëm. E merr për çafon dhe i merr myshde. Thot prej momentit që ai djali jam është taku me ty, i është rrotullu bot kuptimi i jetës dhe ai 5 kohë namazit, ai ka agjëru, ai ka lexu Kur'an, ai është kthy fesë, është më radh. O vëllezër, sot jeni nesërsje, ndrej jeni qindisje. Prandaj shoqëruesi jon duhet të jetë vazhdimisht pendimi në Allahun subhanahu wa taala. Prandaj gjanat rregullisht përfundojnë, por një ditë edhe jeta komplet do të përfundon jeta jon.